fundit duhet të thamë. Ajo që ne do ta bëjmë në mënyrë solemne është kjo. Deri në fund të muajit tetor, ne duam që unanimisht ky vendim joni këtu të mbrit e kryeministri. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe jam i bindur që kryeministri, siç e tham, do vërë dorën në zemër dhe them se do ta vërë në zgjidhje këtë problem. Kjo është e para. E dyta, ata që kanë iniciuar një 3 kilometrësh që është për të hedhur hi syve, jenë të lutur ta bëjnë me standarde se ne do bëjmë oponencë me inxhinierët tanë dhe do ta mbrojmë rrugën se ç'kuptim ka të fillojë rruga edhe më para të priçës sa të fillojë. Dhe e fundit, nëse nuk do të vejnë vesh shurdhur kjo punë, ne nëse sot jemi 500 vetë, do bëjmë 1000, 2000 bashkë me bashkëdhëtarët jashtë shtetit, me imigrantët, dhe këtë problem ne do ta çojmë deri në fund. Ju falenderojmë me zemër dhe me shpirt. Gjendje. Hajde vur dhe një tufë me lule këtu ku ardhi Ismail Qemali me kallon që janë mbi 5000, domethënë qytetarë, të cilët e mbështetën me Tiranën. Dhe ti thon, këtu ka ardhur kryetari shoqat Slabëria, të cilin sapo e vura ndjeni. Frikë se më heq nga punë, heq bukën e gojës. Prandaj nuk vinë, jo sepse nuk duan të vinë këtu. E fundi që kam përthënë juve, që jam në njohës për këtë gatishmëri, ne jemi shumë, po jemi dhe pak. Mbi të gjitha ka resurse turistike. Nuk mund të krahasosh këtë krahin me asnjë tjetër. Të mirit kërkoja se ta jep, të ligut rrëmbeja se të vret. Që të gjithë kudo që janë në Greqi, në Angli, në Itali, të bëjnë tubime paqësore. Që për të mira. Ktoj këtu, jemi të gënjur dhe të zgënjur. Jemi të dhunuar dhe të përdhunuar. Të shkojmë të gjallët, por edhe të vdekur. E duam këtë që të mbaroj cilat kanë rrugë të asfaltura. Ne jemi krenar për rrugën e lumit të Vlorës. Një kërkesë në emër të tyre zotërinjve këtu që merr mundimin edhe hajde 2 orë në karajinën tonë. Një muaj që është i përkushtuar dhe ne kemi midis nesh këtu, i cili domethënë është po bëhet promotor i kësaj lëvizje për sensi pozitiv dhe fare politik. Kjo protest është kundër një padrejtësie 35 vjeçare. Nuk po kërkojmë bukë. Bashkisë dhe deputeti zonës. Zero investim për këtë krahin. Investimi vetëm është që 35 vjet një memorial me sapik, një djalë që Selam Hasanit, Zaçe Xhelos, Zigur Lelos e tjerë. Kjo krahin ka pritur Ismail Qemali. Kjo krahin ka prit Luiç Gurakuçin. Halim Xhelua ka qenë mësuesi i parë në matologjinë në shkollë. Është krahin e komandave dhe spitaleve të luftës, e shpellave, e kalave, e mozaikve të lashtë, e ujit kristalt, e mbështetur me krenari në 2 male, Tartar dhe Çipin. Është krahin që ka të paktën 1500 familje që jetojnë këtu, edhe në gjithë Shqipërinë. Ne përhaj jemi tërture. Të lutem zotëri. Po, afroni që më të. Përshëndetje të dashur bashkërajnor. Mirëdita të gjithëve. Jemi mbledhur sot këtu në këtë vend historik, në Varrin e Tave. Një vend historik i cili tregon për lidhjen që ka lumi i Vlorës me bregun. Së bashku, i zëri u drejtojmë institucioneve nga kryepësia fshatrave Bashkisë së Lëvizjes. E në fund jo se e lam të fundit, por e lam të na dëgjonte më mirë gjëra të vjetra dhe gjëra që ndodhin. Se në fund, së fundit, rruga është një dinjitet për ne. Së fundi,
drejtohem bijve të krahinës sonë. Nëse e heshti, ja nuk kërkoj të drejtën tonë, jo rrugën që nuk bëhet, por nuk do na heqin dhe këtë rrugë busmake që kemi. Është koha që zëri ju të dëgjojë. Prandaj, Kemi pak tu falenderoj të gjithëve me organizatorët po flet. Jemi në qafë Vardavës, dhe jemi këtu të gjithë midis bashkë për Kotës një dhe qëllim. Gjormit, për protestën e radhës Shërbis dy qytetet mëdha, Tepelenën e Vlorën, edhe pse është 30 kilometra. Po ta kuptojnë kështu, po ta shtroni problemin kështu, unë them se do të vlerësoj. Qa kërkojmë ne në thelb? Ne kërkojmë që kjo rrugë të futet minimumi në projekt buxhetin e vitit 2026 dhe 2027 ne të trokasim dhe të jemi mirënjohës atyre që do të merre me ne. Një problem është, këto premtimet e këtyre ne në janë bërë, na kanë futur në siklet dhe na kanë çuar në dëshpërim shumë të madh. Dhe kanë arritur kjo zonë lavdimave, me histori të madhe. Ne të na shpërdorin besimin dhe respektin që kemi patur. Zoti Edi Rama, unë drejtojmë personalisht dhe në emrin e këtyre zemra dhe shpirtit dhe mendjes së këtyre njerëzve të krahinës që cila është për të përullur. Juve kur përruat këtë rrugë ku jemi ne këtu, kjo krahin ka ardhur këtu dhe të ka dhënë mirënjohjen. Kjo krahin të ka thënë që je vërtet ai që duam ne. Mi po ju, zoti kryeministër, jeni kryeministër edhe i krahinës tonë. Nuk jeni vetëm e asaj pjese. Prandaj, vure dorën në zemër dhe kësaj krahine t'i dalën për Zot dhe t'i dalën varjes, sepse varësit e tu, asnjëherë nuk ta kanë çuar zërin tek juve, këtë e din ata pse. Ne u lodhëm paratë e kulturës në Vlorë dhe ngritëm para 150 vete zërin me forcë dhe 4 televizione nuk e dhanë në fjalën tonë e censuruan, sepse kishin hallin e zgjedhjeve të tyre. Ndaj, ne kërkojmë që në projekt buxhetin e vitit 26 të planifikohet rruga e ne mos ngelim me syrin e njerëzës.